Shumë njerëz besojnë se janë të pafat. Shumë mendojnë se nuk e meritojnë të mirën. Mendojnë se e mira është për të tjerët. Shumë të tjerë ndihen sikur bota është kundër tyre, sikur Zoti i ka harruar. Ndërsa e vërteta është shumë e thjeshtë. Por fatkeqësisht shumë njerëz e harrojnë ose nuk duan ta dëgjojnë. Ka momente në jetë kur një fjalë, një zë, një mesazh të vjen pikërisht në çastin kur ke më shumë nevojë. Ndonjëherë, Zoti, jeta, universi ose thjesht një urtësi e brendshme që na udhëheq, na sjell pikërisht aty ku duhet të jemi. Na sjell një mesazh pikërisht në momentin kur na nevojitet më shumë. Dhe ndoshta në momentin kur jemi gati të ndryshojmë. Kjo nuk është një audio për t'u argëtuar. Dhe nuk është as një audio për të bërë që të ndihesh mirë për pak minuta. Kjo është një thirrje. Është një kujtesë, është një udhëzim. Është një rikthim tek forca që ke harruar se e ke. Është një kthesë e vogël që mund të fillojë dhe të ndryshojë jetën tënde. Ti nuk je këtu sepse je i dobët. Nuk je këtu as sepse je i humbur. Nuk je këtu sepse nuk ke zgjidhje. Ti je këtu sepse brenda teje ka një pjesë që nuk është dorëzuar kurrë. Nuk është dorëzuar edhe kur ti ke menduar se gjithçka ka mbaruar, ajo pjesë ka vazhduar të të mbajë gjallë. Prandaj, nëse po e dëgjon këtë audio, mendoj se ka një arsye. Nuk është rastësi. Nuk është as koincidencë. Nuk është thjesht një klikim. Por ti po e dëgjon sepse sot ajo pjesë e jote apo të rret. Ajo pjesë që është ende gjallë po të kërkon të ngrihesh. Po të kërkon të kujtosh se kush je. Nuk është se ti nuk e ke provuar. Nuk është as se ti nuk e luftuar. Nuk është se ti nuk e dashur të ndryshosh. Por, në mënyrë të pavetëdijshme, ke bërë një gabim që shumica prej nesh e ka bërë dhe ka nga ata që vazhdojnë ta bëjnë çdo ditë. Ke folur kundër vetes. Prandaj, sot nuk po i flas trupit tënd. Nuk po i flas mendjes tënde logjike. Nuk po i flas as frikës tënde. Por, po i flas asaj pjese tënde që nuk është thyer kurrë, edhe atëherë kur ti ke menduar se je dorëzuar. Edhe atëherë, ajo pjesë ka duruar gjithçka. Ka heshtur kur të tjerët nuk të kanë kuptuar. Ka pritur edhe kur ti ke menduar se gjithçka ka mbaruar. Po i flas asaj pjese tënde që e di se jeta jote mund të jetë më shumë se kaq. Jeta jote nuk është ndalur sepse Zoti të ka harruar apo të ka braktisur. Nuk është ndalur as sepse nuk je mjaftueshëm i mirë. Jeta jote është aty ku është sepse ti ke folur çdo ditë kundër vetes tënde. Ligji, Zoti, universi apo kudo ku ti beson, nuk gjykon. Nuk ndëshkon. Ai përsërit. Përsërit atë që ti pohon. Përsërit atë që ti pranon. Përsërit atë që ti pret. Nëse ti shpall mungesë, ligji e bën reale. Nëse shpall frikë, e forcon. Kur flet, ti nuk po e përshkruan jetën tënde, por po e udhëzon atë. Sepse fjala jote ka peshë. Fjala jote është urdhër, jo dëshirë. Fjala jote është drejtim. Fjala jote është çelësi që hap ose mbyll dyer. Prandaj, duhet ta kuptosh një herë mirë këtë gjë. Çdo fjalë që shqipton është një komandë. Dhe rendi hynor, ai që Zoti ka vendosur në çdo njeri, nuk gjykon. Nuk ndëshkon. Ai thjesht pasqyron.
përsërit atë që ti shpall. Kur thua nuk mundem, ti vendos për jetën tënde. Kur thua nuk është për mua, ti i mbyll dyert vetes. Kur thua jam i pafat, ti po e ushqen atë fat. Kur thua është e vështirë, jam i lodhur, nuk mundem, nuk më ecën, gjithçka shkon keq, e të tjera, ti po mendon se po shfryhesh. Por, në të vërtet, po jep drejtim. Sepse jeta, Zoti, universi, apo çfarëdo dhe kudo ku ti beson, nuk debaton me ty. Pasi ty të është dhënë një fuqi, të është dhënë zgjedhja e lirë, dhe vetëm ti e ke këtë zgjedhje të lirë. Edhe ajo fuqi respektohet gjithmonë, edhe kur gabon, edhe kur dyshon, edhe kur flet kundër vetes, askush nuk të ndalon. Ajo fuqi dëgjon edhe vetëm përgjigjet. Edhe përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ashtu qoftë. Sepse ti nuk po e përshkruan realitetin, por po e krijon atë. Por, kur thua, unë jam gati, e mira më gjen, unë e pranoj të mirën time, rrugët e mia hapen, përsëri përgjigja është e njëjtë. Ashtu qoftë. Dhe atëherë diçka lëviz. Diçka ndryshon. Diçka nis të punoj në favorin tënd, sepse sot ti po fillon të flasësh ndryshe. Dhe mbaje mend këtë të vërtetë. E mira nuk kërkohet. E mira komandohet. Kur ti kërkon, je në pozicion inferioriteti. Kur ti shpall, je në pozicion fuqie. Nuk po flas për arrogancë, po flas për përputhje me ligjin hyjnor. Frika të bën të kërkosh. Besimi të bën të komandosh. Pra po e përsëris. Nuk është arrogancë, është përputhje me atë që Zoti ka vendosur brenda teje. Mos thuaj më, do të doja që, por thuaj, unë pranoj atë që më përket me të drejtën time hyjnore. Kjo ndryshon gjithçka. Nuk është magji, nuk është trillim, por është mënyra se si funksionon njeriu kur përputhet me të mirën që i takon. Prandaj, nëse më lejon, sot do të kërkoj të bësh diçka të thjeshtë por të fuqishme. Dhe fillo që sot, jo javën tjetër. Fillo që sot të heqësh diçka nga jeta jote. Kujdes. Të heqësh, jo të shtosh. Të heqësh sepse nuk mund të marrësh të ren për sa kohë që ti po mban fort të vjetrën. Hiq një objekt që nuk të shërben më. Një zakon që të rëndon. Një mendim që të bën të mos ndihesh mirë, që të ul emocionalisht. Hiq një marrëdhënie që të rëndon. Hiq një fjalë që e përdor vazhdimisht kundra vetes. Sepse e mira nuk mund të hyjë në një zemër të mbushur me të vjetrën. Duhet hapësirë. Duhet vend. Sepse kur ti heq diçka, dërgon një mesazh të qartë. Kam hapësirë. Jam gati për më shumë. Edhe rendi hyjnor me njëherë përgjigjet. Prandaj, fjala që duhet të thuash, ta thuash me një zë të qëndrueshëm dhe me autoritet, me zemër të hapur dhe me një bindje të brendshme, por pa e ndryshuar, është kjo. Sot i hap derën të mirës sime. Ajo që është e imja më gjen pa mundim dhe pa përpjekje. Nuk është një metaforë, është një drejtim. Sa herë që e thua, ti po i jep jetës një komand të re. Sepse ajo që është e jotja nuk të shmanget. Ajo të njeh, të kërkon dhe të gjen.
Prandaj, mos kërko të vizualizosh me forcë. Mos u lut si dikush që i mungon diçka. Mos e detyro. Mos e mbi ngarko me dyshim. Thjesht shpalle, urdhëroje, sepse ligji nuk reagon ndaj dëshirës, reagon ndaj drejtimit. Dhe dëgjoje mirë këtë. Nuk është se besimi nuk ka rëndësi, por besimi nuk ndërtohet para veprimit. Ai vjen pasi ti fillon të flasësh dhe të veprosh ndryshe. Ligji i përgjigjet qartësisë dhe jo konfuzionit. I përgjigjet vendimit dhe jo hezitimit. Kur ti jep një drejtim të qartë, mendja jote ndalon së sabotuari vëmendjen tënde. Edhe papritur, mundësitë fillojnë të duken. Njerëzit e duhur fillojnë të shfaqen dhe vendimet bëhen më të qarta. Jo sepse ndodhi një mrekulli nga hiçi, por sepse ti ndryshove drejtimin. Dhe çdo mrekulli në jetë vjen përmes një zinxhiri të ri ngjarjesh. Dhe ai zinxhir fillon sot. Do të ketë rezistencë, do të ketë dyshim, dhe kjo është një shenjë e mirë. Pasi, kur fillon të përdorësh ligjin ashtu si duhet, diçka brenda teje do të protestojë. Do të dëgjosh një zë brenda teje që do të thotë: po sikur të mos funksionoj. Po sikur të mos ndryshoj asgjë. Po sikur të mashtrohesh. Më mirë mos ndrysho. Por mos u trëm nga ai zë. Mos e dëgjo. Ai zë nuk është intuita që po të paralajmëron. Është identiteti i vjetër që po vdes dhe po humbet pushtetin. Është shenjë që ti po bën gjën e duhur. Edhe kur e vjetra vdes, e reja lind. Jeta jote nuk ndryshon kur bota bëhet më e mirë. Ajo ndryshon kur ti ndalon së foluri kundër së mirës tënde dhe fillon të flasësh në favor të vetes. Fillon të flasësh në favor të asaj që Zoti ka vendosur për ty. Prandaj, fillo dhe ndryshoje fjalorin tënd kundrejt vetes. Fillo të flasësh ndryshe nga ajo që ke bërë më parë. Të besosh ndryshe. Dhe përsërite çdo ditë: unë e pranoj të mirën time tani. Dhe dal nga dal, shiko se si jeta jote më në fund fillon të lëviz në drejtimin e duhur.